Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësita takojnë me Allah subhanahu wa taala, së ati po zhurojmë që të lavdëroj dhe të bekojë dërgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjedhur. Të nderuar vëllezër, shpesh njerëzit në jetë ndodh që do një përcaktim të veçantë të dikujt e morin si përcaktim ku kanë shumë arsye për me e tallë për këtë azim me çat përcaktim. Ose në raport me një shembull caktuar e kanë shembull se si tallën me dikë për një përcaktim të ulët ose të pamenduar mirë. Për shembull, na shpesh tallmu me dikë i cili kujtohet për diçka, më kujtohet si vonë. Kuptimi se ta shtron mend, domethënë mirë është në rregull, vetëse çka që je kujtu si vonë, domethënë na jep një far komoditeti për me të pa ndoshta me një shpërfillje. Po ndoshta edhe më shumë tallmu me dikë i cili jo vetëm që u kujtu vonë, po ndoshta u kujtu edhe mas vakti. Vën u kry një far ngjarje, u kry një far eventi krejt edhe anes vën. Ne nuk i thomi faleminderit mirë që keve. Mumi ka gjatë që e kthejmë edhe pak si najgaret, domethënë shka erdhë tash mas u kry. Na çeta jena në shumë raste, po na nuk i dimi çeta jena. Domethënë shpesh i na vanu dikun, e kur do vimi vonë, koha shumë i thurmi, lavdë vetvetes, a vonë kin ardh. E ndo punë kin ardh, jo vonë, kin ardh mas vakti. Edhe neve na duket na më të mirë të njerëzimit e më të mirë të umetit e kështu me radhë. Krahasoj Allah subhanahu wa taala përmend këtë gjendje në Kur'an ku thot për ata të cilët vonë ditën e gjykimit e shohin realitetin, thot yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. A ditë kujtohet insani, thot po çka që kujtohet. On kujtohet e peshe xhenemin, kujtohet çka ka dynjaja, mu duk sikur një nat, po çka që e kujtu domethënë çetash. Krahasoj kisha pas çfarë kjo më kon hymja e kësaj ligjatë që vetë ka paralajmëruar domethënë hoxha dhe xhamia që ka të bëjë me realitetin e dynjos, po jo thjesht si realitet kuptimin e përshkrimit, po qysh me shumë ballafaqu. Se nuk ka që s'keni ngu edhe nuk ka që nuk ligjërohet për dynjaja është e pavlerë, dynjaja është mashtrim, dynjaja është kështu edhe është kështu. Edhe mas shumë të apet na keq ata renit mu si viktima para kasapit ose para xhelatit të quajtur domethënë dynjë. Krahasoj, a jena na që kujtomu vonë, edhe a jena na që kujtomu vones. Por më shumë me thjeshtu, shife kur njerëzit folin me shumë vetdije në raport me dynjon. Zakonisht në pleçni, zakonisht kur i kanë kryer këtë projekt të jetës. Ajo sado që është e mirë, elhamdulillah, Allah se kam shël derën, megjithatë është vonë, sepse nuk je tu kujtu për dynjon të pas dynjon përpara, po je tu kujtu për dynjon të pas dynjon mbrapa. Edhe rreth më është domethënë nuk është ajo thelbi për shkak domethënë Allah na ka folë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë mu kujtu ti që dynjaja për më ka mashtrim. Ose për më dynjaja ka si një derë heknena din atona. Kjo ka logjik me thonë një plak i cili ka 70 vjet tallë. Ama diçka është e bukur. Kur ti i ke 25 vjet, 30, 35, a ti thu çështu. Edhe ti e menon çështu. Pjekuria jote çështu është dynjon. Nuk do të patjetër mi ka përcy 70 vjet për me pas çështu dynjon. Krahasoj arabët kanë një fjalë thonë njeri më i pafat. Njeri më i pafat është ai i cili do përse të sën punë vetë mu djegën. Domethënë, çka i bë mu kon çështu, një far punë e keq, thotë pe provoj tani unë apo ton e shoh që për më është e keq. Jo. Domethënë të ka Kur'anit, të ka Sunetit, të kanë njerëz të mëshëm, të kanë ata të cilët e kanë ka përcy jetën, domethënë mos e kjo mashtrim. Mos e që kjo është domethënë mu zhyt, mos e që kjo është me pi ujë ndeti, ose vëna i tjetër thotë, "Diçka dunjoja, keq çka ka përcy, kur kujtohesh, duket sikur se një ëndër." Kejt, që ka përcy, kur të kujtohesh, 10 vjet, 15, 20, 30, do kësë një ëndër. Nëse ajo është shku është ëndër, edhe kjo është jena çorodit pasaj, edhe kjo është një farë ëndër e shkurt i cila ka më kry domethënë shumë shpejt. Ndaj, ajo që kisha pas dëshirë më kanë mesazhi i kësaj ligjërate edhe piktu me pas piknisjen, a ka mundësi më koncentru që me e ripërcaktu, me installu një formë se si e shohmi dynjan, e cila të paktën nuk na ban dam fetari. Domethënë, a në ardhë dynjoja s'në ardhë, a patëm punë të moja dynjoja as patëm, a kena më rnu gata shkurt, apo bile mënyra se si qasë me dynjoja, bile mos me na kushtu me fe. Hajde, o të na kushtu me familje, o të na kushtu me kohë, o të na kushtu me shumë çka. A ka mundësi, bile mos me na kushtu me fe. A ka, ose, përveç fesë, a ka bile mundësi qasë e jo ndaj dynjos, bile mos me na kushtu e në prioritete. Për shembull, na ndoshta bëjmë çmos, ndoshta punohemi me ka 2 orare, ndoshta e kena një pangopësi në raport me dynjon, edhe këtë thomi na të bë për fëmijët. Fëmijët janë të na urrit pa i pa, apo? Edhe kur ato bën, kur na i bëjmë rënë që na të synu mos i kena afër, sa ata i grajnë jetës vet, apo sa ata janë s'ka më nejt afër neve gjithë jetën. Do thonë najna njerëz pa arsyeshëm, najna për mutall dikush me neve. Do thonë çish tallmo na me çat thomi, ta shtron mena ose tash ty u kujtove, do thonë çata jena na. Krahasoj, najna çata
E i shkon mirë më po pak ma serios, pak ma të fokusum për me mujt me kuptu realitetin e dynjas dhe rrëdhëmisht domethënë me e bani qasje të re. Për arsye, kisha pas shef me analizu si hyrje metodologjike në ligjërat dhe pastaj me dalë te hapat konkrete çish mu ballafaqu me kët, më me kuptu që Kurani dhe Suneti. Kurani dhe Suneti kur të ka folë për dynjan, nuk ka folën në stilin e proverbave, se kjo s'është hije e Kuranit dhe Sunetit. Për shembull, merr një plak dhe thot, a di çka dynja? Dynjaja është domethënë një grosht ditësh. Dynjaja është domethënë një ëndër e shkurtër. Jo, kur të folë një njeri çështu do të kallëzu ursi. Kurani ku do të kallëzu çështu? Kurani do të kallëzu rregullin, çështu i bes, s'mund të më ndryshe. Për shembull, thot Allah subhanahu wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Jeta kësaj dynjaje nuk ka vetëm lojë edhe dëfrim. Vetë se loja dhe dëfrem. Imagjino për shembull njeri i sodit, domethënë që është zhyt në qefe, këtë mundet me morë si lavdrat për dynjon. Thot Allaja, po thotë që jeta o qef, jeta është me margëtu. Me logjikën e njerit sodit, kjo është domethënë lavdrim, por realisht me logjikën e shnosh nuk është. Për shembull, ai thuti një lidhje, për shembull, nëse dikush e ka një lidhje me një grup, ose me një shok e ka një partneritet në punë, ose ku ti shka edhe në fund masnena e kupton që s'ja ka vlejtën, çish e përshkruan, apo i shkon hajgare apo. Domethënë, përshkrimi si lojë është përshkrim në çmus, nuk është lavdrues. Ose për shembull, e kom pas një vëlla, koça shumë i kom kësu vëmendje, po mas promte e kuptova që domethënë koti shkon e punë. Domethënë i shkon ai lidhje, ai muhabet, i shkon lojë. E Allahu kur thotë dynjaja është lojë, edhe është dëfrem, mund të dosh me të qenë sy se ka marrë një moment çtu kimë pa. Ka marrë një moment çtu kimë pa, madje kur kimë pa, kryesisht kimë pa, jo kur je ndriçu pi Kuranit të Sunetit, po ku je ndriçu, ku je ballafaqur me realitetin. Domethënë kur ta ka marrë shnetin, ti ka marrë vjetët, ta ka marrë rinin. Ti ka up shok, ti ka up rrethët, ta ka up ndoshta shumë një pjesë të madhe të jetës, edhe më pse më thon, a ja ka vlejt? Apo secili, domethënë vani për momentin, çdo thot, a ja vlejti? Ose çe, u pytes, i dhash 10, 15, 20, 30, dashte e mbrinë, dëshmove, vërtetova që unë e baj, unë ja dale, po më thon, a ja vlejti? Kur asu domethënë, a ja vlejti, as vlejti është mirë me ndërtu konceptin mbi domethënë mbi Kur'anin dhe Sunetin, jo mi prit mi ka përsy vjetët për me domethënë me pa, ose ku thot Allah subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jeta kësaj dynjaje karshi ahiretit është vetëm një kënaqësi kalimtare. Domthonë na kënaqësinë kalimtare e kena përshkrim në çmuza punë të tjera. Për shembull, nëse Allahu ta sjell me hime një punë, edhe të çelët punë, edhe ti koxa shumë ki sukses. Ama mas 6 muajve dështon. Ti shidhu çasaj. Kebe ama shpejt shkoj. Apo nuk mundesh ti me nejt me çat 6 muajshin, nëse 20 vjet je punëtor i thjesht me çat 6 muajshin, aty kur jam konë që kom pas kaç punëtore, kaç. Jo, sa ju kom me ta, u kon shumë shkurt. Shka shkurt nuk mund të kon diçka e madhe. Shka shkurt nuk mund të kon projekt i madh. Shka shkurt nuk mund të kon domethënë prioriteti, më i madh ambicion domethënë ti ndërton jetën. Është një domethënë me rëndësi që kisha pas dëshirë me analizuar fillimisht që njeriu nuk mund të shpesh me i ditë vlerat e gjonave të tjera vetëm duke e krahasuar në diçka. Domthonë na nuk e dimi ç'ybe shneti pa e krahasuar me smundjen. Nuk e dimi ç'ybe siguria pa e krahasuar me frikën edhe me parahatin. Nuk e dimi ç'ybe kjo dhe ajo pa e krahasuar me diçka tjetër. Dynjan me çka kemi krahasuar? Dynjan kemi krahasuar me ahiret. Nëse se krahason me ahiret nuk del matematika mirë. Domthonë çysh dush krahasë dynjan, dynjaja është joshëse edhe domethënë është e prir për me të boqe, me të morë ty krejta dhe me të glabëru. Në vetë se, përpas nëse domethënë e ki matjen edhe krahasimin me ahiret, ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabët e tij pikërisht me këtë frymë. Për shembull, ka ardhur një hadith që e shënon Imam Ahmedi Muslimi pe Mustawridit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar dynjan me ahiretin, ka thonë është dallimi sigurisht me vë dorën ose gishtin në ujë të detit edhe me mor pak ujë, ka thonë. Sa mundet njëri me ujë në deti? Çajo thotë dynjan krahasim me domethënë me ahiretin. Ose një krahasim tjetër që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me shumë më thjeshtu njerëzve shka i bë dynjaja. Hadithin e shënon Imam Tirmidhiu, shërbon se hadithi sahih i Sahih ibn Sa'dit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda, ma saqa kafira minha sharbata ma." Ky hadith e kom parasysh që është për haditheve shumë pak kuptuar këtë zaman, për arsye se matja e njerëzve sot është me dynjë. Ti shkon matja me punë tjera, kish kuptuar hadith pak më ndryshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Të kish pas vlerë dynjaja tek Allahu, po sa krahu i mushkonjës, nuk i kish dhënë pa besimtarit me pi qoftë edhe një glënk ujë. Kuptimin që, domethënë, nëse i shkon me vlerë qoftë sa çajo, Allahu nuk ja kish dhënë njerëzve që janë rreshtu kundër Allahut. Po shkaku që s'ka kurfar vlerë, apo, domethënë, për shembull, fjala bie ti e ke një armiqësi me dikan, edhe çaj armiku jot ka shuta ka morën, fjala bie te fushat e tua e i kilon do mbeturina, apo? Edhe ke nisë çatu mbeturinat e tua ju kanë dash dikujt, ai është armiku jot. Edhe ai shkon edhe ti merr. A ban ti do një betejë të madhe, më thonë, ai shkoni se nuk e lejoj armiku jam me mi morç ato, se çfarë s'kan vlerë edhe armiku të jep. Çfarë s'kan vlerë, domethënë njëri që s'ka vlerë te ti, domthonjë jep. Ti shpas vlerë te Allah pak më shumë,
kishin dek ta për ujë. Por shkaku që as çat vlerë se ka, mundën domethënë me marr pikë kësaj dynjaje, për arsye se është e pavlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk është thelbi i ligjratës, kjo thjesht një hyrje. Thelbi i ligjratës është, domethënë, të vën dynjaja, të vën rinia, të vën mirçënia, të vën kamja, të vinë të mirat materiale, të vinë mundësitë e zhytjes të çefe kështu me radhë. Çish më menaxhu? A është menaxhimi vetëm zuhdi me hek dorë pi dynjas, apo ka edhe forma tjera të menaxhimit? Domethënë, dikush, shumica e neve, qoftë shajna çtu, qoftë, domethënë ata të cilët mundin me ligjëratën, shumica e kombit toni ka kaluar të dy etapët, etapën e skamjes, edhe etapën e kamjes, edhe kur s'kan pas edhe kur kanë. Që i bie domethënë na nuk jena që s'e kuptojmë këtë temë domethënë prej një preardhë, prej një kujtese, domethënë të freskët, çka i bë domethënë me e menaxhu mirë kur ki, edhe kur s'ki. Fatkeqësia ka ndodhur vllazni, më kanë shumë të drejtë për drejt, populli jon është pasuru si shpejt. Edhe rrëdhëmisht Allah s'ia di renin pasunis. Allah domethënë s'kena marifet pasunis. Allah s'kena zotnillëk pasunis. Domethënë mirçënia qoftë, domethënë në viset e tona, qoftë xhetiu, domethënë ka bëni ka përcim në një trampolin të shpejt, edhe rrëdhëmisht domethënë na ka gjetë të papërgatitur çish me menaxhu. Domethënë nuk jena popull që babë babgjyshe, stërgjyshe me shekuj, domethënë e dimi çibereni i kësaj pune. Pra sy këtu intervenon feja për me të prunë me një balancë, me një ekuilibër që mos me të bë dëm, e as më tepër mos me të kushtu ky dëm pastaj me ahiret, e sidomos që duhet të pasë një fakt në konsiderat para se me trajtu metodat çish menaxhohet dynjaja, është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin shënim Buhariu prej Amr ibn Aufit, u ka Resulullah të fal sabajin, edhe në çat moment që të fal sabajin Resulullah vetë se ka mbripi Bahreinit do pasuni për banorët e Medinës. Edhe vesh që jep selam Resulullah edhe Medinelit dalin, edhe Resulullah buzëqesh se kjo dynjaja e njerëzve. Edhe pastaj keni konsiderat ato në ditët e varfënisë së Medinës, edhe i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wallahi ma al-faqra akhsha alaykum." Thot pashallah nuk kam frikë për juve kur t'ju godase varfëria. O ju shokët e mi, domethënë o ju burra të mirë, o ju që keni dhënë gjithçka për këtë fe, keni lënë Mekën, keni prit Resulullahin në kështu me radhë, nuk tutna për juve kur jeni të varfër. Varfërin dimi si musliman me menaxhu pak më mirë. Është interesant. Muslimanët varfënin realisht kjo nuk tingëllon e logjikshme. Varfënia më haron se sa pasuria. Domethënë, në varfëri muslimanët shpesh janë më solidar, janë më burra, janë më zemërxhan, janë më afër familjes, më afër prindve, më afër shumë shaj. Në moment që dalin nga kjo gjendje tjetër, hapën do sfidat të mos menaxhimit mirë, të gjendjes së re dhe rrëdhëmisht që kushton pastaj me fe, thotë walakin akhsha aleikum an tubsat aleikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, thotë ajo që më frikson për juve, është kur t'ju çelë dynjaja. Ajo që më frikson për juve është kur t'ju çelë dynjaja, që ka çelë aty që kanë qenë përpaush, këtë ditë kena merituar prapë inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po analizoni pa rregull që kësaj është shumë e rëndësishme. Nuk të prish dynjaja, të prish mos menaxhimi i mirë i saj. Nuk të prish dynjaja, të prish mos njohja realitetit të saj. Domethënë nuk i qas dynjajës me mentalitet të pabesimtarit. Domethënë, një dynjë e njëjta, një standard i njëjtë i ka edhe te një pabesimtar edhe te një besimtar. Ky besimtar është te namazi, ama te pasuria e ka mentalitetin e pabesimtarit. Prandaj domethënë i bën dëm. Për shkak se ka bëu dëm Abdulrahman ibn Aufit, për shkak se ka bëu dëm Zubairit, për shkak se ka bëu dëm sahabëve. Sa ata te pasunia, te gruaja, te familja, te idare, te këtë temët ja kanë musliman. Najna të islamizum pjesërisht, najna islamizu vesh të do ibadete. Kurse çish i bë, domethënë mukonën i kamër ose çish i bë mukon me mirçënie, këtu domethënë më shumë e kena mentalitetin domethënë të huaj se sa domethënë realitetin tonë dhe kur nuk e njeh realitetin e dynjas, pastaj bëhesh rob i saj sikur që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithi që në Buhariu pe Abu Hurajrës, thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifa. I pafat qoftë robi dinarit, i pafat qoftë robi dirhemit, i pafat qoftë robi i kadifës, mark, domethënë moda asaj kohe mu vesh me kadife. A bon dikush robi kadifës? Po, bon, domethënë fëmia jot kanë për mark. Ja blen ti domethënë rrobën më të mirë, po se ka blet çat çka e kanë bler 3-4 shokët vet ose shon trend, kupton? Ai kanë. Domethënë i ka kalu deri në emocion që janë nxjerr lotët. Ti koncentrohesh me kajt namaz, ai nuk koncentrohet me kajt për tesha. Ai nuk koncentrohet me kajt për vetur. Ai nuk koncentrohet, për shembull, mundet sot muslimani ndoshta me vite të tëra me punue mulodhe me vujt për veturën e ëndrave. Apo edhe thotë është këtë në rregull, është halal, është shef. Jo, mos dir këtu ti më bësh është halal. A bën me trajtu këtë pjesën tjetër. Domthon sa hiset zemrës ti ka marr që të ka bë tamam ky fëmijë o tu kajt për një drez të futballerave që i do, vesh ti o tu të kajt zemra për do,
do sene tjera realisht domethënë edhe ti mundesh më kon te domethënë orbita e njerëzve që janë të vujtë dhe janë rob domethënë të dynjas. Çish do të më bëhen, çfarë do të me çish me menaxhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shon Muslimi pe Abu Said al-Khudri, thonë inna dunya hulwatun khadira. Dynja është amël, është e gjerë, domethënë e natyrshme është me të bëj fitnë në dynjë. E natyrshme është me të josht, e natyrshme është domethënë mos me shumë me injoru çast let. Është amël, është e gjelbërt. Thotë wa inna Allahu mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun. Mirë, po Allahu ka pru çtu me pa çfarë po bani. Domethënë sprova është njohje. Sprova është njohje, për arsye në një formë ose formë tjetër ne jemi më të mirë se engjëjt që janë të devotshëm. Pse se melaçet s'kan njohje. Ai melaçet s'ka epsh. Për arsye ti që ke epsh edhe menaxhon, ti je më mirë se sa domthon engjëjt që nuk e kanë domethënë një sprovë të tillë. Pastaj thotë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fattaqu dunya wattaqu nisa, runu dunjas, runu grave, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, se fitnja sprova e parë bani Israilëve ka qenë tek gratë. Nuk thotë Resulullah hekni dorë pi dunjas. Nuk thot ikni pi dynjas, thot runu pi dynjas. Na mund me përkthyer çë fjalën runu pi dynjas, menaxhon e mirë. Menaxhon domethënë mirë që me shumë mos me shku tek shembulli i kesh domethënë të popullit të pashëm, e aq më tepër që ky umet, sigurisht se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shënon Muslimi dhe Imam Tirmidhiu, sharbon thotë hadithi sahih, pe kabin yadit, thot inna li kulli umma fitna wa inna fitnata ummati al-mal. Secili umet e ka një fitnë, fitnia umetit tëm është pasunia. Domethënë, secili umet dykon dallashit, apo? Për shembull, ka umete, aty kanë fitnë, filozofinë. Si të hinë filozofia ata prishën. Ka umete i kanë për shembull e kanë bot kuptimet e tyre, domethënë ose distanca ose materializmi i theksuar ose ku diunë. Ose tjetër për shembull fitnë e kanë me ndjek para ardhësit. Fitnia e umetit tonë është pasunia. Domethënë, ku prishet treni, prishet treni veç ku, domethënë kanë shumë e nuk dinë me menaxhu domethënë pasin. Çish me menaxhu? I kom përcjell ndërlëzë një 8 pika çish menaxhohet. Domthon asnjëra prej këtyre pikave nuk ka të bëjë me zohdin. Nëse shkomi te koncepti i zohdit, atëherë masleti, bash zaid edhe menaxhohet mirë. Çysh mundet mu menaxhu? Pasja, dynjaja, mundësitë, çefet e kështu me radhë, lehtësisht pa ta prish projektin e ahiretit. Pa ta prish projektin e ahiretit. E para, thot Abdullah Umeri, "Yabna Adam, sahibi dunya bi badanik wa fariqha bi qalbik wa fikrik." Thot do biri Ademit, shoqënoje dynjan me trupin tan, edhe distancoj ju me zemrën dhe mendimet e tua. Domethënë, të mirat edhe mirëqenjen, mi pa vetë si vegla, mi pa vetë si mjete, mi pa vetë si mundësi, jo si gjona të cilat ta zaptojnë të menduarit edhe zemrën. E di që kjo është filozofia e thellë dhe lyp shumë shpjegim, por nuk kam që milion kohë edhe pikave tjera. Domethënë, është shumë e thjeshtë me pas dynjan në dorë, mos me pas domethënë dynjan në zemër. Mirë, po kjo si fjali tingëllon shumë e butë, por nuk ka çfarë lehtë. Domethënë nuk është çfarë lehtë. Domethënë, këtu duhet shumë fetari, këtu duhet shumë përkushtim, duhet shumë aspekte tjera të fejes mi pas shnosha që kur të vish në raport me dynjan, për një më kanë që lodhesh me trup, po nuk lodhesh me zemër. Për arsye për shembull, që tu është ajo pjesa që shpesh xhamati nuk mundën me kuptu, ku është lidhja ndërmjet tevekulit, me mbështetë Allahu edhe me shkon punë. Ti shkon punë me trupin tan, apo me zemrën tonë që mbështet Allahu subhanahu wa taala, nuk shkon punë me zemër. Domethënë ti në punë shkon veç me fizikun edhe me shkaqet që Allahu subhanahu wa taala t'i ka dhënë. E jo domethënë edhe ku e bëmi dallimin e shohmi tek njerëzit të cilët ndoshta edhe kur janë punë, puna o t'i munu se nuk e kanë krijuar atë shkputjen prej punës, shkaku që puna ka një të zemra. Shkaku që angazhimi edhe fitimet edhe synimet, nuk e kanë pushtu zemrën, ndaj thot Abu Sulejman ad-Darani, thot idha sakanat ad-dunya al-qalba tarahalat alayhi minhu al-akhirah. Thot moment që nisë ta zapton dynjaja zemrën, thot ahireti dëbohet, përzuhet. Mos smundet me nejt me ahireti. Mos smundet ahireti me nejt me një zemër ku zemra domthonon e ka dominu. Nuk mundet ahireti. Domthon, nis tema ahiretit me ka përcjellësh në akide. Jo domthonë në diçka që aty të renit jetën, ty të renit ditën, të renit prioritetet e kështu me radhë. Kështu që e para pikë çish menaxhohet është me shumë me emotën. Domthonë, ku je me çket koncept. Sa është tut angazhu fizikisht, sa të angazhu domthonë shpirtnisht. Kjo është domthonë që ndoshta keni më pa edhe me pika të tjera për më shumë të thjeshtu. E dyta, e shohim Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, shërboni thotë hadithi është hasan për Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Warda bima qassama Allahu laka takun aghna an-nas." Bau pajtohu me atë që ta ka dhënë Allahu, ki më kon më i pasur i njerëzve. Këtë Resulullah kur e ka thonë këtë fjali, a është drejtuar ka xhamati sahabët që kanë qenë të varfër, a këtë sahabëve? Domthonë me xhlis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë edhe këta të pasurit, ata të mesmit edhe ata të varfrit. Kevi ka thonë pajto me atë që ki bosh i pasur. Pse? Se na shohmi që mos pajtimi me atë që kanë, o t'i bë me vujt, jo të varfrit, sa t'i bë të pasurit. Domethënë sot
mos pajtimi me gjendjen e tyne, ose shpesh i përkthym me ide që na kena shumë ambicie, na jena njerëz që nuk rrimi te zona e komfortit, na kena shumë plane, ku di shka. Ku na t'ja prish më shumë rahatin, të varfërve apo të pasërve? Të pasërve. Për arsye sa kanë nevojë të varfrit më fol për çka temë, ose shtresat e mesme, çaq ka nevojë domethënë edhe njerëzit me mirëqenie mi fol që kënaqem me çka ki, bosh i pasur. Përndryshe, nëse ti gjithherë thu nuk jam në gjendjen që do të më kon, ose as më tepër që përmendim me Kaimi rahimullahu, thotë shumica e njerëzve kanë mendim të keq për Allahun. Thonë gjendja që jam unë nuk ka gjendja që unë meritoj. Unë do të më kon në çetër gjendje. Po Allah subhanahu wa taala e ka lëshu dikun tjetër. Dikush thotë jo, çështu më bë me thonë kjo është shumë keq për Allahun. Po çështu si tu thon deklarativisht, po çësja, mënyra, habia jote, çikim rrinja, apo ose unë që sajm të bëj hizmetin nuk kam rrin, domthon me një farforme je duke i nxjerr kësaj lloj domthon vërejtjesh edhe behonesh domthon Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që shënim Muhamedi Sheikh Shuaib thotë hadithi Sahih i Kabi Malik al-Ansari thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mali min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa ash-sharaf li dini. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i mor dy ujq. Me i mor dy ujq. E ka ilustruar Resulullah me një formë perfekte. Me i mor dy ujq të uritur, s'kan hangur me ditë, apo? Edhe milshun në dhen, milshun në kafsh. Thotë s'munën me bë zarar më shumë se sa mi mor dy ujq që i ka njëri në jetë. Dëshirën e madhe për pasuni, edhe dëshirën e madhe për emër, për respekt, për status. Më thonë, më kanë dikushi. Më thonë, çdo dyja kur të kapin. S'po thotë Resulullah që ta i prish veç këta shas falen. Jo, edhe ti që falesh, që tik namazin natës, edhe që nuk tik namazin sabajt me xhamat, e jep zakatin. Më bë më të lëshush ta djojç. Domthon ujku që quhet lakmia e madhe për pasuni. Edhe ujku tjetër që quhet lakmia e madhe për më kon dikushi, për me pas vlerë, për me pas emër, me të qit njerëzit në kryt dhomës, me ta dhënë llafin, apo un jam, domthon ne ta ken kusat me kanë janë të fol, apo çdo dyja më po me hi, po thotë Resulullah që të prishin në fe, më shumë që i prishin dy ujq, domethënë të lëshuar dhe të uritur që i bëjnë dëm domethënë në kopesë së dhanëve. E treta që shmenaxhohet dynjaja, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shënim Buhari Muslimi pe Ubayrës, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazduru ni'mat Allah." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, munonun në jetë, munonun të mirat e dynjas, munonun të mirat materiale, munonun të mirat fizionomie, shnete, pa më parasysh, gjithçka në jetë, pi të mirave thotë munonu me i këshyr ata që kanë më poshtë se ju, jo ata që kanë më lart se ju. Se kështu thot më shumë është e pritshme që keni me erujt të mirën Allahut. Më shumë keni më komi njës për të mirat e Allahut. Domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka dhënë xhamatin me plan me thon ky Allah fol për këtë, nuk është për këtë tjetër. Kjo për krejt. Domthon moment që ti të mirat më të mira i ki. Edhe je të këshyr më sipër, je të këshyr diku që më mirë, domthon kjo prishet, kjo zbehet. Kësaj hub shkëlqimi, kësaj hub domethënë, kjo janis mos më kanë interesant. Për arsye domethënë e kanë përmend dietar sa zgatin qefët. Sa zgatin qefët. Për shembull, sa zgat qefi për shembull i një rrobe. E ke vesh një rrobë të mirë, a mundesh me nejt në qefin e çasaj rrobe, domethënë me javë më. Nuk rret, domethënë 1 2 3 eventualisht është ai qef që e ke vesh një rrobë 3. Sa është qefi i një veture për shembull. E kam përmend krahasu me mendimin e arabëve të kaluar, arabët kanë thonë kur e blen njëri një kafshë të mirë, qefi asaj është diku një vjet. Një vjet domethënë të madh që ki blet diçka të veçantë. I vetmi qef që zgat shumë është shtëpia. Domethënë njëri edhe mas 5 vjetëve, mas 10 vjetëve, në stop e ka një farë ndjenje të freskët për shtëpinë. Ata shkatu ndodh lakmia e madhe e njerëzve, apo lakmia e madhe për njerëzve, domethënë ai në shtëpi vet veç fizikisht është, se me men, edhe në jetën virtuale, edhe nëpërmjet shfletimit, ajo është ke dikun tjetër. Edhe tash atë që kjo është ka kënaqësi të përditshme, atë çiket nuk e sheh. E tani normal nuk e sheh as familjen, nuk e sheh as gruajin, nuk e sheh as fëmijët e kështu me radhë, edhe më i bëhet një varg i madh i fokuseve dikun tjetër, edhe realisht domethënë ky jeton i përvujtën, ndonë se mund të pas rënë domethënë që nuk është i tillë. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, për punë dynjas, për punë të mirave që ai keni, gjithë këshillën e dikant që është. Më pak, më poshtë se jo, e jo atë që është manal, sepse domthon kjo ju ban juve mos me vlerësu të mirën e Allahu subhanahu wa taala. E katërta që është thelbi, me mujt këtu me ka përsyet që këtë besoj që menaxhohet dynja perfekt. Çaj hadithi që ka zonë pak marrët ku kanë ardhur pi Bahreinit ata të mirat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kështu. Tha nuk po të tutna kur t'ju vije dynjaja, kur t'ju vije fukarallëke. Nuk po tutna kur t'ju vije varfënia. Po tutna kur t'ju çelë dynjaja, që është hap aty që kanë qenë përpara jush. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Fatanafasuha kama tanafasuha." E pastaj hini ngarm njëri tjetrin. Pastaj hini ngarm njëri tjetrin, thot wa tulhiyakum kama alhathum
edhe kam ju habit dunja që ka habit ata që kanë qenë përpara është, me një vetë të ka thonë kam ju shkatruar që ka shkatruar ata që kanë qenë përpara është. Domthonë e katërta është mos hin gar. Edhe nëse je maj zoti, edhe nëse je maj arriri, edhe nëse je maj kfillti, edhe nëse je konën i bullizumi që ti do mi kallëzu ty nëse unë jam i zoti, apo edhe nëse je konën maj varfri e do mi kallëzu aty nëse që unë e mrrina. Mos hin gar, se kjo gar s'ka fund. Kush hin gar, dynjës kjo nuk ka fund. Kjo e vetmja formë është kur të mushët goja me dhe. Kur të mushën syt me dhe. Domthonë nuk mundet më munal. Nuk mundet, domthonë kush hin gar. Edhe unë besoj që sidomos në realitetin ton, domthonë pjesa më e madhe që ti dëmton njerëzit fetarisht, unë jam të vol për xhaila, jam të vol për fetar, që ti aprish fejen, çështja e pasunisë, është se me dikan e ka një gar. A ka një kushëri, a ka një shok gjenerat të vet, a ka një njeri që ka pas me dikan është gar. E tash nëse hin gar, atë realisht i bie që këtu ka pal. Ti je pal edhe dikush është pal. Ti je ngar, po nuk do të thonë që nuk ja ke provoku garimin e atij tjetrit. Që i bie ti ke shkuar në një shkallë, edhe ai do të shkojë në një shkallë tjetër. Pastaj ti në një shkallë, ai në një shkallë tjetër. A ka të ndalme kë? Nuk ka të ndalme se pastaj shejtani kur e vren që ti domethënë e do garën e dunjos, ka me çel gar me gjithkan. Kur as vjen e shoni krizë të familjet muslimane kur garojnë me xhahilat. Për shembull, na i kena 4 rroga në shtëpi, okay? Edhe tash na do të mi pas 4 rroga. Jo, na krenar gruaja mos me punu. Na krenar gruaja mi rrit fëmit. Na krenar gruaja mi përkushtu 8 orë, 9 orë, 12 orë fëmijëve vet. S'kena nevojë na mi gazu sa gratë tona janë zoja. S'kena nevojë mi gazu sa gratë tona din me shkum punë. Domthon mbaki ka familje muslimane absolutisht nuk ka nevojë për rrogën e 2, 3, 4. Thjesht domthon janë hin këtë familja domethënë ngar kur sa rroga, kur sa punon, edhe do të mi bin tash këtë dinjo sa ai na zoti. Fundja ku na të interesu. Pse e tu menon që pse e tu menon që dikujt është i interesu, domethënë ti a ke dal fitues në atë fargar as ke dal. Mos prom ti himen i gar, a më kostën e garës, edhe atë abonimin e garës, ti kush e pagun? Feja jote kam e paguajtur mos prom ti. Mos prom ti e pagun, ata harrojnë në emrin shiki. Ata harrojnë, ndoshta edhe ka marr ditë, kam thënë po është vërtet çtu parë ka pas shtëpinë. Amo ti për çata harrojnë që kanë më thonë çtu parë ka pas shtëpinë, ti për çata e ke rreziku fejen. Çish e ke rreziku? Po, nëse ti punon 2 orare, edhe ti sabaj. Apo edhe ti një herë, 2, 3, 5, 6, ti do të më ul me menu, ka se këtu ka diçka në defekt. Se s'mundet Allah me ma bën më farz, sabajin farz, e ky farz më kanë i pamrrim. Allahu atë ngarkon me diçka shasmrrit. Jo, nuk ngarkon. Po mos e ke ngarku ti vetëm me punë që s'u pe përballon. Jo, po na e kena këtë synim. Kush të ka thonë ti se patjetër me çatu synime do të më jetu i lumtur? Kush të ka thonë ti se do të mushtim ata xhahilat për dynjë? Për arsye, e katërta që është shumë thelbësore për menaxhu dynjon, duhet ngjite kape mrrije për qëllimet e tua, jo për garën me çfarë kanë. Për planet e tua, për ambiciet e tua, për ku diun çka i ki, apo jo për garë. Se kjo domthonë është egër, edhe domthonë të shkatron. E pesta, që është shumë themelore me menaxhu dynjon, është ktheje dynjon tonë në bujari. Ktheje dynjon tonë në bujari. Imam Ahmedi shënon prej Amr ibn Asit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thonë, ni'mal mal, ni'mal mal as-salih lir-rajul as-salih. Sa e mirë është pasuria e mirë për një burr të mirë. Sa e mirë është pasuria e mirë për një burr të mirë, në vetë ka thonë, sa e mirë është pasuria e mirë për dikat që me atë pasuri ma lidhjet farefisnore, në rënd dika në kështë më rënd. Domethënë, një pasuri e cila kthehet më veç në garë, ose kthehet vetëm në kalkulim, ose kthehet vetëm në palim. Apo që kjo pasuni ma janis domethënë me kriju një lloj egoizmi, edhe një egocentrizmi që pastaj ta prish matjen, ta prish mirëqenien, edhe rrëdhëmisht kshtimin e lakmi domethënë të pakapërcyeshme, pasi Abdullah ibn Abbas ka thonë në atë vakt, domethënë ai vakti që shumë ka dallim me vaktin ton, për me shumë me bë mirë dikush, ka thonë Abdullah ibn Abbas, thotë mu më vjen marrë. Dikush më nej 3 herë me mu e mos më e pa tek un gjurmën e bujarisë time ndaj tij. Më dikush më thon 3 herë kom nejt edhe u konën e zakonshme ne, thotë 3 herë më nej dikush, e mos më pas që unë jam bujar, thotë mu më vjen marrë. Ose dikush tjetër prej selefit, sikur që është transmetuar domethënë për Abdullah ibn Utbën, kur e kanë pyetur dhe i kanë thonë pse gjithë kjo bujari? Pse gjithë kjo bujari domethënë në dhënie, thonë pse nuk po e don e më deponu për pasardhët e tu. Thotë pikërisht kët jam të bë. Ka thonë pikërisht kët jam të bë, se sa më shumë ka thonë çunë tregona bujar, çaq më shumë Allahu ka më tregu bujar me pasardhëve. Ose ka thonë unë ka thonë pe la për Allahun, ka thonë bujarin teme, e fëmijët me pe ala Allahun te bareku teala se pasunia mund të apëni nat mub, Allah i sub kor, mund të më hupën domethënë fitimet, thjesht vënë në një kohë tjetër që vaja kur gjas ka vlerë, sa njerë për shembull një ymër e ka çu për me bleni tokë, me bleni shtëpi, sot është e pavlerë. Sa njerëz për shembull kanë blej sot as fëmijët e vet as nuk i din ku janë ato. Apo? Mia pas lën Allahun, ata kurrë s'kishin hub.
Pra si domthonë me e kthy në bujari, e sidomos keni vëmendje të hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shani Imam Ahmedi, Imam Buhariu, Muslimi, te Buhariras i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam grave. Ja nisa al-muslimat, o ju gra besimtare. La tahqiranna jaratu li jaratiha walau bi firsin ashat. Ka thonë asnjë grua muslimane mos ta zhvleftësoje, mi bë mirë kushikës vet, qoftë edhe me një asht dopt të një dele. Ajo pjesa më që gjuhët e delës, nëse edhe çet kamet, mujsh me bën ai sevap me kushi. Që kjo hadith i ka dy domethënie shumë themelore. E pari ka drejtu grave. Pse grave? Se gratë ku në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'kan punu, në kuptimin s'kan pas ato pasuni. Pasunia ka në burrit. Apo? Që tyne i thot, edhe ju keni diçka në shtëpi që mundi pak me kallzu bujari. E nëse këtyne ju ka thonë, mësoni mu kon bujare, imagjino ky shka ka hyra, imagjino ky shka punon, imagjino ky shka rrezikon, ky shka ka projekte të fitimit, ky do të më pas edhe më shumë. Edhe dyta, kur që thot Rasullullah, mënohu mu kon bujare edhe me domethënë me një copt ashtit pa vlerë të delës, çish dush mu kanë me senet e tjera të cilat domethënë se këto nuk e rënë njerin. Mjallon njerit një diçka të tillë, nuk ka që e kinë ru. Bile mundot edhe në një situatë të zakontë të sotit edhe me ta kthy. Ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po do me ndërtu një shoqni tjetër. Një shoqni e cila domethënë e ka zemrën e gjan, sidomos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër që shënon Imam Ahmedi, Muslimi dhe Imam Darimi, për Abu Dharrit e ka Rasullullah sallallahu alajhi wasallam i ka këshillu, ka thonë edhe ushimin kur ta bani ka thonë shtoni pak më shumë ujë, thjesht për m'ia çu edhe kushis. Kjo nuk është koncept i mjerimit, kjo është koncept i bujarisë. Nuk ka koncept sa ata nuk kanë, është koncept për me menaxhu mirë, domethënë dynjon tonë. E gjashta, ma shumë se bujari, me e kthy zemërgjansin me kuota të rregullta të dhënjes. Me kuota të rregullta të dhënjes. Domethënë, mund është me menaxhu dynjën me bujari. Çashtu elhamdulillah ka bëu Allah bujar, gjendesh momente të caktuara edhe tregosh bujar. Po ndoshta donjëherë ki ngarkesa të moja, s'ki mundësi mu taku me njerëz, s'ki në mundësi mu bë bujar, kalon te e gjashta, edhe kur s'ki kontakt me njerëz, me pasën sasi, kuota, forma tua të rregullta të dhënjes. Që mos më lënë asnjë moment domethënë me të mund dynjë. Sigur se kena kuotën 2.5 për zakatin, apo çashtu duhet me pas dikush një kuotë të dhënjes, domethënë një sasi të dhënjes me të cilën domethënë e menaxhon domethënë dynjon e tij, e aq më tepër nëse kët e merr me çastin e selefit. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shënon Imam Ahmedi, Imam Tirmidhi, shërbon të hadithi se i Aishës radhiyallahu anha, i kanë ardhur një ardh një dhurat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një dele, edhe Aisha radhiyallahu anha e ka marrë e ka shpërndar. Mirë po, masi e ka shpërndar, e ka dhënë një pjesë, saktësisht e ka dhënë shpatullën, sa kujtoj, e ka dhënë shpatullën se ka ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka preferuar më shumë shpatullën domethënë të delës. Edhe kur vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i pyet thot, a ka me diçka prej asaj delës? Aisha radhiyallahu anha i thot, nuk ka me kur gjë. Mendoj që kam shpërndar krejt, nuk ka me kur gjë, përveç ka thon shpatullës. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, baqiya kulluha ghayru katifia. Kan krejt pas kamet përveç shpatullës. Krejt pas kamet përveç shpatullës, se shpatullën e ha dhe kryet. Ajo shkamet kush është? Ajo është ka dhënë për Allahun subhanahu wa taala. Me bë më menuar çka koncept. Dhënia nuk e sheh mos si krizë. Dhënia nuk e sheh si sfidë, domethënë do të më fol ti çdo 2 javë kanë i dërsh për më dhon. Jo, e kthen më në rregull. Domethënë definohesh, pis sot e tutje, unë çështu jam të dhënia. Ose për shembull Sufjan al-Thauri është transmetuar që sa herë që i ka ardhur një mundësi për më dhon, ose e ka pa dikë që po i lyp, ose ju ka hapur një mundësi për më dhon, ka thonë mirë se vjen o pastruesi mëkateve të mia. Domethënë këtë derë nuk e ka pas si derë për me kallzu se jam burr. Po e ka pas si derë si shans për shumë të pastruar domethënë prej gjunave që secili për neve domethënë ka, aq më tepër këtu kisha pas dëshirë me analizuar një fakt. Me caktuar një kohë në bazë të realitetit tan, jo në bazë të ambicieve të së ardhmes. Për shembull, dikush thotë po, interesant, ke ide mirë kjo, po inshallah ti kry do martesa, do umre, do haxhat këtë, edhe pastaj kur dal çeto, piçtu e tutje kam e pas. Esmaja radhiyallahu anha i ka këshilluar vajzat e veta një këshill që besoj është shumë e rëndësishme. Ka thonë jepni, mos e pritni momenti kur ju tepron se s'vën kurr. Kur s'vën një formë jetës, më thonë o tuna tepru pasunia. Nuk mund se ti sa më shumë që vjen, ty çtohet standardi, çton obligimet e kështu me radhë. Ka thonë mos e pritni me u tepru sa s'vën kurr, thot veç jepni kur do që keni, se qatë që ka jepni nuk kini me evrejt që mungon. Po e përsëris, kur t'jepsh nuk evrejn që e o të mungu. Kjo s'ka ndodhë. Merë në kujtonin e herë njetë, që kini dhonë dikun për diçka, edhe mas një kohë thonë, mu konë t'i kisha pas, mu kishin gjinë që t'u pare tash. Nuk mundët me t'mungu që e shka e kidhon për Allahun subhanahu wa ta'ala. E shtata dhe e parafundit, është ekuilibri edhe mesataria.
ekuilibri edhe mesataria. Domethënë mënyra e jetuarit. Mënyra e shlumjes në qefe, mënyra e shlumjes të mirat materiale më kanë ekuilibrume. Njeri i mëshëm nuk jeton në bazë të standardit 24 orëshit, po jeton në bazë të një mënyrës të jetuarit që do me ndërtu mbrana 5 viteve, 10, 15, 20. Mundesh me javës me ndërru, po nuk mundet me njerë me ndërru mënyrat të jetuarit. Se mënyrat të jetuarit tek njerëzit ndron me javës ku njerëzit s'kan kulturë, ku njerëzit s'kan identitet, ku njerëzit s'kan preardhje, ku njerëzit nuk kanë marifet shtëpie. Domethënë ti nuk mundesh më bë për një natë një kulturë tjetër. Nëse ndërtoni mesatari, edhe ngritësh ti rreth e mesatarja jote. Për arsye është një hadith që shënon Imam Ibn Abi Shayba, Sharbani thotë se hadithi është sahih, është transmetuar si fjalë Resulullah, por më shumë mendohet që është fjalë Abdullah ibn Umerit, ka thonë kështu. Ka thonë la yusibu ahadun min ad-dunya illa naqasa min darajatihi inda Allah. Nuk ka njeri që lëshohet në qefët e dunjajës vetë se i zbritin derexhet tek Allahu. Nuk do të fol për qefet haramit, do të fol për derexhet halalit, për qefet halalit. Domethënë nuk do të fol si ka fol Abdullah Omeri, ju shka po shkoni mas punëve të zeza. Jo, shok, sahabe, tabiin kështu me radhë. Domethënë ju shalshoni shumë, nuk jeni njëjtë sikur sa ata që nuk shlon shumë. Mirë, po kjo mulshu shumë në qefe ose mos mulshu nuk është a ki mundsi as ki. Se të njerëzit e mëshëm nuk matet kjo a mundesh as mundesh. Po a mdohet a nuk mdohet? A kthehet në një dobi a nuk kthehet në një dobi? Nëse ti eruni mesatare, rreth me shmilën Allahut që më pasën, domethënë në vlerë tjetër thotë wa in kana alayhi karima. Thot hub vlerat tek Allahu edhe nëse je i rradh dhe i veçantë tek Allahu. Domethënë të ka udhëzuar i vetëm familje që të ka udhëzuar. Ti i veçantë te Allahu. Ta ka mësuar Allahu i vetëm në gjeneratën tënde me mësu Kur'anin. Ti i veçantë te Allahu. A më shlohesh shumë qefe, po thot Abdullah Omeri, thot be vlerat e Allahu. Të be vlerat e Allahu. Po mani një shembull. Imagjinata e fëmijëve tonë. No, momentalisht shumica e familjeve muslimane ja kanë çrregullu imagjinatën e fëmijëve tyne. Ja kanë çrregullu imagjinatën. Domethënë, imagjinata e një fëmijës musliman është më e prish se e një pabesimtarit. Pse se pabesimtarët kanë kulturë pasunisë që 100-200 vjet. Edhe na shumë shkasha se kena përjetu, jena t'ia dhënë fëmijëve tonë me 5 doza më shumë. Edhe çka ndodh? Domethënë, nëse një familje fjala bie normale dikon perëndim, një herë muj del me bëni qef, apo një herë muj del dikon me bëni një piknik familjar, na këshim me dash çdo javë. Apo? Edhe pastaj çka ndodh? Tu dalna çat shpesh ja prishmi imagjinatën, ja harxojmë qefët aty. E ai kur ti bëhet 16 vjet mos i ka met kurrë. Kur ti bëhet 18 vjet si ka met kurrë, e tani vjen shejtani thot, "A u harxhun halali babës tën, edhe halali nanës tonë, e tash u ta kallzoi harami se harami kuflin e ka pak mana tona." Na kena menu se tu i shlum fëmijët e tonë qefe, na kena më konë ata baballarë të mirë. Ka më thonë a përshena prind të ullzumi kena pos na kanë nal. Ti ja ki prish imagjinatën, ti ja ki prish ekuilibrin, ja ki prish balancin. Domethënë qefet që ndoshta një fëmijë normal dikun botë realizon 27 vjet, ti ja ki kry me 16 vjet. Ti ke menu që je më i miri, por realisht ki bë dam. Ti nuk i bobi keq në aspektin e dëshirës edhe të njetit. Ki gabute metoda, ki gabute domethënë të balancimit dhe të ekuilibrimit, për arsye prej gjanave shumë themelore që është mirë me ndërtu në jetë, është pa më parasysh ku je, ku si me kriju një mesatare që jeton. E aq më tepër nëse çket mesatare e mat me fe. Për shembull, për me thjeshtu, pi marr dy shembuj. Nëse dikush për shembull në orarin e punës të juve, për shembull, në orarin e hershëm. Nëse në orarin e hershëm shlohet në qefin e kafjallit, apo? Domethënë e ka atë pjesën e kohës sabat, sabaj për shembull dimit është shumë vonë, edhe është edhe koha që mundet me shku me një restorant, ka dal me kry një kafjall për qefe kështu më radh. Po mundet edhe në kam që ti me prish pak edhe një kafe edhe mos mik namazin sabajt me xhamat. Ktu janë bë dy sene, edhe kjo halal, po kjo është më e madhe. Tash mundesh me matën, po e çes në prioritet, domethënë, apo e çes në prioritet namazin me xhamat, apo e çes në prioritet sonë pa bë qefin mirë mëngjes sonë dyqysh sot nuk më shkon dita. Domethënë ti matin i ke gabim. Ose një shembull tjetër. Aktivitetet e fëmijëve dhe aktivitetet fetare, kur zhvillohen kryesisht në botën e kësaj kohe, janë vikend. Edhe tash nëse na thonë, jo vikendin e kena për familje, vikendin e kena pak me shku te dajt, vikendin e kena me shku te një mijë që kena pak më larg, e kena një gjallë daje në tona. Po çatu ditë janë, domethënë ti tash ti çtunën e hupe, dillën e hupe. Gjatë javës janë smumi me pru fëmit, edhe çka ndodh, domethënë prania e fëmijëve të muslimanëve në xhamia është domethënë e keqe. Ose në regjistër qendron e mirë, regjistron 120.000, por realisht domethënë mesatarja vin, nuk vin domethënë shumica absolute. Pse nuk vin shumica absolute? Se nuk jena eduku me idenë që duhet me menaxhu çeket. Po e vërtetë është tani javën u kanë dinamike madhe, po ky tash e ka kohën kur do të më shfryzu çat shtunë edhe çat dille për më shumë të ndërtu në fe. Ja hupe çeket kohë me do qefe, me do muhabete dynjas, masojnë aty mundosh më kujtu, po pastaj është e fillimi i ligjatës më vonë.
Pastaj më është, më thonën, mas vakti, e keq që kjo është ligjërat në vëllezër, nuk bëhet pa pikën e 8. Pikën e 8 e kam ligjëruar frik me ligjërat më vështirë, kush do më xhanu, është ubudia e lëndjes. Me adhuru Allahun duke lënë. Domethënë, na e falëm akşamin edhe kena adhuru Allahun duke vepru. Kena bërë diçka për Allahun. Ekziston një lloj ibadeti, një lloj shpërfaqje e rubnis për Allahun që është ubudia e lëndjes. Dush me lënë diçka për Allah, për më afrut Allahut. Domethënë ti bash krejt dynjos, kur çdo do me të hik. Njëri sikur ai që adhuron kryshin, njëri sikur ai që adhuron idhujt. Këtë çefët çka i ka ai edhe ti mi pas. Kjo s'ka shans. Harroje kush të thot ndryshe o të rrajt. Domethënë është e pamundur nëse ti barazohesh me pabesimtar në çefe, edhe në dynjë, shans teorike nuk ka pa të bëj dëm dynjë. Domethënë çështën e ahiretit. Projektin tan të ahiretit, projektin tan të ibadetit ka me të bëj dëm edhe s'ka çare. A kena mbështetje për këtë? Është një hadith që e shënon Imam Tirmidhiu. Dhe vetë Imam Tirmidhi thotë që hadithi është hasan për Madh ibn Anesit, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men taraka al-libasa tawadu'an lillah, wa huwa yaqdiru alayh." Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kush hek dorë, mos mu vesh me rrobat më të shtrenjta. Kush hek dorë, mos mu vesh me rrobat më të veçanta. Wa huwa yaqdiru alayh." Edhe ky ka mundsi, ky nuk e ka çu të hek dorë se do të me mor në mënyrë të paleshme. Jo, ky yaqdir alayh, ka mundsi, i ka mundësitë financiare, i ka këtë mundësitë edhe i rrin, edhe është domethënë që ju përshtatën për trupi e kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayh." Kush e lën një rrobë të shtrenjtë, kush e lën një luks, kush e lën një zhytje në çefe, edhe ka mundësi dhe këtë e bën në shem modestie për Allahun, thot da'a Allahu yawm al-qiyamati ala ru'usi al-khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulal al-iman sha'a yalbasuha. Thot ka më thirr Allah kur mbledhen krejt krijesat. Këtë krijesat kur mbledhen, ka më thirr me emër. Ka më thonë zgjedh për cilave rrobave të imanit po do më vesh tash. Cilat rroba të imanit po do tash me i vesh ti në ditën e gjykimit. Me mor çket hadith, edhe me çket nihilizmin e muslimanit sotit që vesh një tjetë halal këtë bani. Vesh mos tjetë haram, kupton se për halal domethënë si ta ka përcemi na kufinin e haramit, si trimi shton në rregull. A çef që kjo po, a ban me shku verës këtu po, a është mirë çaxhe po, domethënë gjithçka po vesh e kështu me halal. Nuk menon kështu njeri që ka projekt ahiretit. Ai që ka projekt ahiretit më thon po çe pe baj krejt që ket. Mos mëron ti. Çe pe zomi për shkakun, kur gjë s'ka dëm piksaj. Veç ja u bëmi projekt të madh fëmijëve ton që jeto çef. Bolli kena prish. Se ti tingu ka 200 derse për me mujt mos me mujt. Po ai ndoshta si ngani se 200 derse. Ti allave zanati mund shumë as dynjos. A mos si allave ilaçin ç'më menaxhu. Si allave vaksinën ç'më mujt me menaxhu. Por asoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mjell të sahabët e tij që nesër i ki renët më të mira, thjesht lillah rri pak më modest. Mundo me lënë diçka për Allah. Mundo me lënë diçka për Allah, se çështu me lënë Allahut kemi menaxhu domethënë, ma let inshallah domethënë këtë dynjë. E as më tepër po vëri përsëris mos mu shty me xhahilat edhe me pabesimtar në çefet e dynjos, se kjo ta prish komplet domethënë projektin. Me këto 8 besoj që menaxhohet lehtësisht. Kjo nuk ka të bëjë me zohdin, zohdi është koncept edhe më i thellë. Për fund, po du me përmbyll me një fjalë të një dietarit. E kom përmend të surja Al-Asr, në koment, dikush për dietarëve kishte thonë surën Al-Asr, pa shakohën, me të vërtetë njeriu është në humbje, thotë kurse ne kam kuptuar plotësisht. Thotë dikur e kam kuptuar. Pa shakohën njeriu në humbje, përveç nëse ka imanin, veprat e mira, sabrin, hakun e kështu me radhë. Thotë ne thotë jam kon të ecë. Jam kon të ecë. E kom pa një njeri të shit akull. Të shit akull. Përpara, kur s'ka pas mjetet ftohjes, ka qenë tregti, ka qenë punë, me dalë dikush në vendet e nxehta, e ka pas një rezervuar ku i ka pas akujt edhe i ka shit akull njerëzve, kanë marrë njerëz të kanë pirë ujë të ftoftë. E ka marrë një akull, 2, 3 kështu me radhë. Edhe tha, s'bleke kur kush akull, a dilli tha shumë temperaturë e madhe. E shkoj me kjo? Kjo i bet që kapitali i këtij është në shkuarje. Kapitali i tij është në shkuarje. Edhe tha e nisha këtë u thon, o njerëz, mshironi një njeri, kuptimin që blene pimë akullin. Mshironi një njeri që nëse s'ja bleni mallin e hub krejt. Se ti se shet baki sot fjala bie një rrob, nesër e shet. Thot mshironi dikë kapitali i cilit është në shkrirje. Thot që aty e kum kuptu që jeta e njerit është ashtu si kurakulli. Domthon se shfryzove për projektin e ahiretit. Vendita edhe veç e sheh. Sikur aty që i harxhohet kapitali i akujve që shkrihen diell. Edhe na çdo ditë na tu shkrin. Edhe na sikur sa i qiri që çdo ditë është u djeg. Na nuk i dimi ku jena praparsisht.
E tash, që ky projekt mu të rreziku, veç se s'ki ditë me menaxhu dynjan. Veç se s'kemi ditë me menaxhu qefët, veç se ki pas qef mu shty me dikam me dynjan. Domthon, realisht ti s'e ki moshiru vetveten. Ti s'ja ki dash të mirën vetvetes. Amo kur vjen momenti që e kupton, është shumë moment domethënë, i vonum, e lutem Allahun azza xhel me na vëdësu, me na bëj njerëzve që zemrat e tona i kushtojnë vetëm Allahut dhe askujt tjetër përveç Allahut. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.